I përmendet akuzat për vrasje edhe bashkëpunime pastaj me Tazëm. LDK-ja ka akuzu PDK-n se ka kryer vrasje politike ato që ka ndodhur. PDK-ja gjithashtu mas luftës se ka kritiku LDK-n për tradhije, për çka jo tjetër. Por nëse diçka i ka kushtuar që kjo shoqënie, pikërisht ka qenë që kjo gjuhë polarizuese, që kjo gjuhë e madhe, zhgënimi i madh qytetar, ka ndodhur nga këto lloj polarizime, ikja masive qytetarë ka ndodhur pikërisht bashkimi këtyre, sepse para dite i ke thonë dikujt tradhtor mas dite e ule e ke nënshkruar një koalicion. Prandaj po them jemi në të njëjtën situatë kur ne dhe ata. Dhe tash këta ne nuk më munden me bë pa ata. Tash këndo që ta marr prej këtyre do ta trazojnë në rrjetin. Pikërisht po them që kjo gjuhë po ndikon edhe po vjen një zhgënjim tjetër i radhës që 8 muaj nuk kemi institucione, shumë sektor shtetit edhe zoti Kolçin nga raportet e Institutit Kosovës për drejtësi janë buz greminës. Shumica e institucioneve funksionojnë me ushtrues detyre. E kemi kryeprokurorin e shtetit që 2 vjet e fiju nuk ka Kosova kryeprokuror shtetit. Kemi buzë rastin e gjykatës kushtetuese antar. Po du me thonë tash, kitë që tu janë, ne flasim enda kalkulojmë politikisht se në cilën komunë do ta fiton vetëvendosja, cilën komunë po fiton PDK-ja. Po prandaj po them, qytetarëve na nuk duhet me leju partive politike kaq shumë me poshtru shtetin edhe shoqërinë. Këta janë të e poshtru. Prandaj duhet qytetari me vedisu, me i hap sytë edhe me ndëshkuar në mënyrën më brutale, sepse kjo është një arrogancë pa shembull. Kemi folë para ca ditësh ka apo nuk ka aktivizëm të mjaftueshëm qytetar, edhe këtë mund ta diskutojmë, por kur bëhen këto bashkimet e pazakonta në nivel vendi, si për shembull rasti që përmendin Naimi të kaluarën kur LDK PDK u bën bashk, pavarësisht gjithë atyre akuzave të mërshme ndaj njëri tjetrit, thuhet se po bëhet për hir të shtetit, mos ta bllokojmë shtetin, po kur bën kështu në nivel lokal, për çfarë interesash? Ka dhe aty mbrohen interesat e shtetit mos blokot, apo janë interesa të tjera? Ku vinë shprehje pastaj çështjet biznesore, grupe interesash, etj. A bëhet edhe aty sakrificë, ku harrohen krejt akuzat edhe për hir kauzës shtetërore edhe ulën bëjnë koalicionin. Sa i përket koalicioneve, kjo është shumë e rëndësishme të diskutohet e të bëhet i ditur fakti që koalicionet në bazë të ligjit lejohen edhe koalicionet parazgjedhore, por edhe koalicionet pasgjedhore. Nëse dy subjekte atë shumë i përafrojnë qëndrimet e tyre pas zgjedhjeve, pse ato mos t'i përafrojnë ato qëndrimet e tyre edhe para zgjedhjeve. Mirë, po gjithherë duhet që të pritet që të përfundohen zgjedhjet e mandej të përafrohen ato qëndrime e të krijohet një koalicion mandej. Praktika e Kosovës nuk ka përafrim qëndrimesh, ka përafrim pazarësh. Fatkeqësisht, edhe ka çka për shumë për komunash pazari pas skrupull. Po është e qartë se aty fundja luftohet për kuvendet komunale. Kështu që njëra pa tjetër nuk munden, e mandej janë të detyruar ndoshta që edhe të bëjnë edhe kompromise, ndoshta edhe që nuk i shkojnë për shtatje, bien ndesh edhe me parimet e tyre. Kemi pasur raste edhe shumë herët, për shembull kur lëvizja vendosja edhe kryeministri tash në detyrë Kurti me edhe relacionet e tij me kryetarin e atëhershëm të LDK-s Isa Mustafa, i dim ato qëndrimet dhe shprehjet e tij kundër Isa Mustafës e mandej pas zgjedhjeve është detyruar që të bëj koalicion me të, ndoshta të ndroj edhe atë emrimin që ja bëj, që vetë se e ka bërë tek Isa Mustafa. E njëjtë është edhe tek zgjedhjet lokale kur kemi parë shumë akuza dhe kundërakuza në debatet zgjedhjeve lokale në televizionet tona, kur 2 kandidatë për shembull kanë qenë jashtëzakonisht ashtu të acaruar, po ashtu ka pas shumë kundërargumente mes tyre, ndërsa të njëjtit ndoshta pas zgjedhjeve lidhin koalicione dhe ashtu ta japin atë përshtypjen që gjithherë këta kanë qenë mirë kur nuk kanë pas mendime të kundërta ose qëndrime të kundërta. Po, aty po them, aty pastaj çka vjen shprehjet që parafrohen dhe harrojnë krejt armiqësitë të kaluarës. Patjetër që është nevoja për njëri tjetrin dhe nevoja për numra, e po ashtu që të dalë njëri fitimtare, po ashtu ato nevoja, ato koalicionet të cilat bëhen sidomos tash në zgjedhjet lokale, kuptohet që nuk bëhen pa një interes nga secila anë. Por përmende shprehjen parime, heqin dorë nga parimet. Ju nga mënyra se si janë sjellur deri tani partitë politike qoftë nivel qendror, qoftë lokal, kanë vërtet parime nga të cilat nuk heqin dorë për asgjë? Parime politike. Qoftë për hir të pushtetit.
janë parimor për diçka dhe ndjekin atë linjë. A shihni tek partitë tona këso lloj parimesh? Deri tash jo nuk dihet për talën, po kryesisht karakterizojnë për një gjë të tillë. Politika këtu në veçantë në Ballkan është e tillë dhe nuk mund të nuk mund të integrohet në një politikë tjetër që i përket kulturalisht dikujt tjetër. Për shembull, nuk jemi skandinav. Këta ne jemi të tillë, domethënë bazën e kemi, se desha dalte zoti Kuçi. Çdo të më pajtu me këtë. Se kena tash që të bazë dhe tash me vazhdu me qëndru në qëtu logore të pazarëllëqeve. Po është çështja pak që është ndryshimi është i vështirë. Do me thonë duhet një grumbullim pak me i përgjithshëm, jo vetëm prej studios. Pra përderisa njerëzit tjerë nuk të vinë pas rreth kësaj çështje, është i vështirë. Varet kauza. Po kauza, pa ata që po i krijojnë kauza. Kurdi i kanë shku pas. Po i kanë shku pas. Ka nis nga zgjëja, po sot i ka 51%. Po i kanë shku 20 vjet. Se është prej vitit 19. E qartë, nëse kemi luksin me prit, mundemi me prit. Desha dalë të zgjedhjet lokale. Baza e partive, do me thonë, e gjitha partive janë nivelet lokale, degët e partive. Do me thonë, AK-ja po e ka të domosdoshme me i fitu të 5 komunat ku ka udhëheq aktualisht, sepse po t'i humbë 2 ose njërën të madhe Gjakovan, atëre rrezikon seriozisht pragun edhe i thyen themelet e partisë, do me thonë, ajo synon që në të ardhmen të rritet e jo të zvoglohet. Kjo është arsyeja pse tash ata duhet me mendu për koalicionet e mundshme, si që është ai fundi që po diskutohet në komunën e PS. Pra, pavarësisht që doli partia e tretë, po synon të hyjë në pushtet lokal. Atje që ti marr 4-5 drejtori, të bëj punësime si që rëndom do, qoftë nga DK, qoftë nga drejtoritë e shëndetësisë, edhe kështu të përforcoj, nëse jo të përforcoj të ruaj bazën, sepse në një talë me të ofër do t'i duen votat. Nuk përcaktohet ta zëm edhe nëse Gjakovën, a këja është kështu parashije do të që rrezikon pragun edhe ka rreziku pragun edhe këto zgjedhje, po mos ishte bashkë me nismen. Edhe nisme ka një komunë atje, po nuk mundet me kalu pragun as një formë. Dalën shumë vota në nivelin lokal me nivelin qendror. Ideja është ka patur vlerësime që tani qytetari është pjekur politikisht dhe vërtet voton ndryshe për nivelin lokal dhe nivelin qendror. Megjithëse në balotazh vijnë shprehje kombinacione të tjera, më nuk është vetëm vullneti i qytetarit, por pazarët, siç po i quajmë, që nuk po më pëlqen fort t'i quajmë pazare, por jo, mëse nuk është termi keq fundja. Po duhet t'i quajmë si të tillë. Pra, vinë shprehje kombinimet politike dhe orientimi pastaj i votuesve. Po të flasim pak për krizën në qendër, se gjithsesi kjo po na ndërlidhet me zgjedhjet lokale, por tani u tha që krejt qëllimi është që të fajsohen, t'ja vën faj njëri tjetrit në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Zoti Kurti, para diasporës atje ku ishte në Londër, bashkëdhetarëve, tregoi se çfarë i ka ofruar nismës dhe çfarë ka kërkuar nisma. Nga ajo çfarë tha, ju si e vlerësoni ofertën e Kurtit dhe kërkesën e nismës në raport me fuqinë e saj aktuale në kuvend? Ka qenë ofertë e mjaftueshme dhe ka qenë kërkesë e arsyeshme e nismës, ajo çfarë ka kërkuar? Kërkesa nismës, fuqia nismës nuk përcaktohet nga numrat që i ka në kuvend, po përcaktohet nga